Prokuroria Themelore Publike ja ka dorëzuar Prokurorisë Themelore Publike për ndjekje dhe krimit të organizuar dhe korrupsionit, lëndën që lidhet me personin që vuri flakën veturës zyrtare pranë ambasadës së Bullgarisë për procedim të mëtutjeshëm. Nga Prokuroria Themelore thonë se kanë siguruar të dhëna që tregojnë për elemente të mundshme të veprës penale, rrezikimi personave në mbrojtje ndërkombëtare sipas nenit 420 të Kodit Penal. Ndërkohë Prokuroria për krim të organizuar dhe korrupsion ka nxjerrë urdhër për zhvillim të hetimeve ndaj të dyshuarit. Duke pasur parasysh se bëhet fjalë për një vepër penale që hyn në kategorinë e krimeve kundër njerëzimit dhe të drejtës ndërkombëtare, e cila mbështetet në Konventin e Kombeve të Bashkuara për parandalimin dhe dënimin e veprave penale kundër personave të mbrojtur ndërkombëtarisht, përfshirë përfaqësuesit diplomatik, prokurori kompetenti ka propozuar gjyqtarit të procedurës paraprake caktimin e masës së paraburgimit prej 30 ditësh për të dyshuarin. Deri më tani, ndaj tij ishte caktuar masa e paraburgimit prej 8 ditësh në procedurë të shkurtuar.